Kjo është një nga sallatat e mia të preferuara. Është e shijshme, e freskët dhe gati në më pak se 5 minuta. E nisim direkt me salcën. 2 lugë të vogla majonez, 1 lugë mustard, 2 lugë lëng limoni dhe pak piper të zi, një përzierje perfekte mes freskisë dhe shijes. Tani do të nisim me perimet. Do të shtojmë domate qershi, të cilat do t'i presim në gjysmë. Më pas kastravec, të cilin e kemi prerë në kubik të vegjël. Do të shtojmë qep në feta të holla. Dhe si përfundim, sallatën jeshile. Bëni kujdes që të gjitha perimet të kenë pak a shumë të njëjtën madhësi në mënyrë që të jenë më të lehta për të konsumuar. Do të marrim tasin ku kemi salcën e do ta përzejmë mirë atë. Në salcë do të shtojmë direkt 1 kanal qeton, dy lugë misër, do të shtojmë pas domatet, kastravecin, qepën dhe sallatën. I përzejmë mirë dhe kaq ishte. Sallata jonë është gati. Është e lehtë, e shpejtë dhe pa rëmuj. Nëse të pëlqeu kjo recetë, shtyp like dhe abonohu për më shumë ide të shëndetshme si kjo. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.